Sarajeva është tronditur nga vdekja e papritur e Adna Rovçanin Omerbegović. Vetëm 26 vjeçe, 2 ditë pas dasmës së saj. Ngjarja e rëndë ka kthyer një ditë gëzimi në tragjedi dhe ka lënë të shokuar familjen, miq dhe gjithë opinionin publik. Adna kurorëzoi dashurinë e saj më 13 shtator, në një hotel në Iliza të Sarajevës, ku organizoi një dasmë plot hare dhe praninë e të afërmve. Vetëm disa orë më vonë, ajo nisi të ndihej keq papritur. Gjendja e saj shëndetësore u përkeqësua me shpejtësi, deri në humbjen e vetëdijes, duke e detyruar familjen ta dërgonte urgjentisht në qendrën klinike universitare të Sarajevës. Pavarësisht përpjekjeve të mjekëve, ajo ndërroi jetë më 15 shtator, vetëm 2 ditë pas martesës. Ende nuk ka një njoftim zyrtar mbi shkakun e saktë të vdekjes, ndërsa në media janë përmendur disa mundësi, por asnjë nuk është konfirmuar nga mjekët. Ceremonia e varrimit do të mbahet më 17 shtator, në Varrezat Bare të Sarajevës në orën 14:30, ku pritet të mblidhen shumë njerëz për t'i dhënë lamtumirën e fundit të resë që u nda nga jeta në kulmin e gëzimit të saj. Historia e Adnës ka prekur zemrat e të gjithëve, duke u kthyer në një kujtesë të dhimbshme se sa e brisht mund të jetë jeta. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.